Përshëndetje të dashur miq të televizionit Shpresa. Sot në studio kemi të ftuar profesor Plumpi Linçin. Profesor, përshëndetje. Përshëndetje. Celularët po flasin, zbërthimet të reja fundosin emra të rëndë. Profesor, tani që SPAK po bën hetime intensive për çështjen Ballukut, cilat emra të mëdhenj rrezikojnë të bien me ta? Mi mbrëma shqiptar kudo që ndodheni, në Evropë, në glob, sidomos mirëdita shqiptarët në Amerikë. E di që këto ditë prisni, këto ditë janë ditët e etheve të 3%, përfundimi i arrestimeve që të filloj viti i ri me qeverinë teknike që kemi krijuar, që të kalojmë në zyra sa më parë që t'i shërbejmë shqiptarëve. Gazetarja më pyet fundosja e Ballukut. Dashur shqiptar, Balluku është fundosur gjatë ditë që ka ardhur nga Greqia. Po pavarësisht se e zgjatën shumë, që janë bërë si e Marimaga, nga paratë e tepra që u kanë marrë juve, kur vini nga Evropa, nga Amerika, për zgjuar familjen tuaj, u kanë marrë gjithë paratë. Pra, telefonët e tyre unë nuk kam thënë, por që çdo gjë kontrollohet e njëlper tidhet në majtë dajtit. Por dashur shqiptar, 35 vjet shtetin o dy partitë, të them më mirë, që e kanë qeverisur, janë më ignorant, më të paaft, më alfabet, më shqipfolës, më tradhtar, më hajdut. Nuk e kanë ditur këta që çdo gjë kontrolloj. Ta e kuptuan të dashur shqiptarë se e muar, vilat i bën, hotelet e kishin, makina me xhame të zinj, vinin hanin drek e dark në çdo vend të botës dhe menduan që nuk dëgjojnë. I gjithë dëgjojnë. Dashur shqiptar, nuk arrestohet vetëm Balluku nesër, po aty në plan është për të arrestuar dhe Spiro Pali. Një zonjë që erdhi e veshur me plaçka që binin në erë 1 kilometër larg, u bë deputete, e bëri Edi Rama, e bëri kryetare e kuvendit të Shqipërisë, dhe në këto moment të quajtur ministri jashtë. Si ajo, edhe taulanti i librazhit janë gati për hekura. Pra, telefonët si të Ballukut, telefonët si të Erion Veliës, janë të gjithë emrat e këtyre të regjistruar, si bënin pazarin, si ndanin paratë, si fshenë, si matin me metrokup, si strehonin në për bunkere, në për makazina. Pra, fytyrat e këtyre erdhi përfundimi. Unë nuk e kam thënë kot të dashur shqiptar që 97% të shqiptarve nuk kanë bukë të hansonte. Nuk kanë ujë të pinë, sepse nuk kanë para, sepse nuk kanë pension. Po ashtu dhe policia është e njëjta. Policia, pensioni dhe arsimi, të tre këto kategori që mbaj shtyllat e një kombi, arsimi mban kulturën, pensioni kanë punuar për tërë jetën dhe fëmijët e tyre nuk shohin një ditë të bardhë dhe ata s'kan parë një ditë të bardhë, si në kohën e regjimit bolshevik, si të për 35 vjet me hajdutët. Pra këto tre shtyllat janë kryesore. Policia është mbrojtja e kombit, është simboli, ajo shqiponja që është në ballë, por shefat e tyre, që i quajnë shef tani, i marrën nga rruga dhe i bëjnë kolonela, i bëjnë majora, i bëjnë me 2 yje, me 3 yje. Pra ata kanë para, kurse policat janë slep. Pra gazetare, telefonet e tyre janë me kohë që janë në ndjekje. Unë e kam thënë atë dashur shqiptar, dhe kur flenë me dashnore o me familjet e tyre që i ndrojnë, njeri merë njeri, njeri tjetri, i ndrojnë me njeri tjetrin, tamam si ato këpucët e këpucët nuk ndrohen. Pra, ta
çdo gjet dëgjohet. Edhe si marrën frymë të dashur shqiptar, dihet. Pra unë kam thënë, i ka rënë një zjarr Shqipërisë, me të 4 anët, është nxirr për 3%, kurse për 97% njerëzit do gëzojnë, do shohin një jetë të pastër, do piqen me niprat, me stërnipat e tyre, do piqen me djemt se ka shumë nëna pleq e plaka, që nuk janë takuar me fëmijët e tyre që më 90 kur janë arratisur. Do me thënë që në korrik, më datën 2, 3, 4, 5 që hynë për ambasadat dhe u larguan në Itali dhe në Amerikë, kudo në botë, nuk i kanë parë me sy, do t'i shëgojnë erdhi koha e shqiptarëve të vërtet. Pijet e Soros Solon Bankers, bësha i rivalit të vëshën kompanisë. Profesor, ju keni thënë disa herë që zoti Berisha futi organizatën Soros në Shqipëri. Mund të na shpjegoni arsyen dhe çfarë lidhjesh ka zoti Berisha me Sorosin? Dashur shqiptare, kemi thënë 100.000 herë. Ditën që është bërë Berisha president 92-shin, për herë të parë ka sjell Jonolaton, kolonelin, që s'ka qenë kurrë prift, po ashtu dhe Gjoç Sorrë. Gjoç Sorrë me familjen Berisha, me zonjën e tij, kanë patur dhe gjithë naftën e Fierit. Unë kam thënë me kohë. Edhe sot që flasëm në këtë orë, në këtë minutë, kalojnë trenet nga Fieri për në Vlorë. Pa pushim të dashur shqiptar. I kemi marrë foto, po si kemi nxjerrë, sepse nga puna e tepër që kemi, s'dim këtë nxjerrë më përpara, po shkurtimisht Sorrua është ai. Edhe shihni në foto me të djathtë dhe Berishës, Sorrua është ai që gjoja i shpinte në për shkollë, u priste vetëm një rrugë dhe u mirte miliona dollar. Sorrua ka edukuar familjet e fëmijëve të Berishës, Lulin e mori, e shpuri në Holland, kurse Luli në vend të shkonte në shkollë, shkovi në dans me një klub të meshkujve dhe pre aty, bashkë me mision special, vajtën në Kosovë për të gjoja për përkëthim, po spionët e Serbisë. A e mbani mend atë shtëpinë e verdhë që e krijuan vetë si kur vinin dhe aty beshin aperimet e serbëve, që s'është e vërtet. Pra, të dashur bashkëdhetar, këta kanë qenë jo me Sorron, po me Sorron e Sorro Lopës, ashtu mësovi edhe Nanua, edhe ai u lidh me Sorron, ashtu mësovi dhe Edi Rama që rri me djalin e Soros, me Aleksandrin. Pra unë kam thënë, ditën që ne transferohemi në zyrë, nuk do ketë vëllezër shqiptar, as Sorro, as Sorro Lopë. Të gjithë do t'i japin llogari këta. Berisha, Edi Rama, Nanua, pavarësisht se ka vdekur, po ka fëmijë. Të gjithë ta, Ceka, Gjinushi, të gjithë këta kanë qenë bashkëpunëtorët e Soros. Sorro ka marrë miliona e miliona dollar, jo vetëm nga Shqipëria, nga Bullgaria, nga Rumania, nga Polonia, nga Çekoslovakia, ka marrë paratë e dynjas. Pra, ai s'është kurkushi në Amerikë se po e bëjnë të madhe këto ditë, se gjoja, presidenti i Amerikës pas ka problem me Sorro, që si është e vërtet dashur shqiptar. Këto janë pallavra, ka arritur dhe sekretari i shtetit, Blinkeni, gjoja është non grata, turpi i botës, që në non grata, i lindur në Amerikë, bashkëpunëtor që punon për kombin e Amerikës, e që në non grata nuk vete dot në Washington. Ai në Washington rri. Pra të dashur, këto janë pallavra që i nxjerrën serbët, që i nxjerrën grekët, që i nxjerrën qefutët, që bëjmë propagandë në tokën e Shqipërisë, gjoja se Sorrua është njeri i të mërshëm në Amerikë, ai s'është kurkushi. Edhe fëmijët e tij, që ai nuk ka vetëm i djalë, e ka 2 djeme e 1 vajza në Amerikë, ata janë shkëputur nga jati ka kohë. Shikojnë punën e tyre, tregtitë e tyre, shikojnë si është sistemi në Amerikë. Pra, dashur shqiptar,
të keqen që ja ka sjell këti kombi, ja kanë sjell këta 35 vjet, që në Nanua, që në Edi Rama, që në Gjinushi, që në Ceka dhe rrugaqët e tjerë që janë rreth këtyre dy partive. Por unë kam thënë, përfundovi, shqiptarë të më falni që vajti pak gjatë, por përfundovi çdo gjë. Ky që është i Spakut, drejtori i Spakut, ky përfundon arrestimet të ditë. Ballukun që na i ka penguar gjithmonë, na i ka penguar, do me thënë, gjykata e kushtetutës, edhe Kelepeja. Kelepeja hyj në rrugë, se s'ka rrugë dalje, për ndryshe, të Kelepes do arrestojnë. Pra unë, më në fund, përsëri do të nxjerr fytyrat e gjykatës të kushtetutës, që nesër në mëngjes të thonë fjalën e tyre që nuk ka me asnjë imunitet dhe Ballukun dhe njerëzit leri të arrestohen, që ne, do me thënë, Spiro, si e ka emrin zonja që ishte kryetare e parlamentit, që Spiro Pali, me radhë, do me thënë, edhe Tauland Balla, e të tjerë, po nga përse do arrestojnë shumë ministra, shumë zvendës ministra, kurse nga PD-ja të dashur shqiptar nuk ka filluar. Nga PD-ja nuk do ketë zinxhira, po do ketë litar. Ai do arrestohen. Kontraktori i Izraelit i Edi Ramës pezullohet për korrupsion, lëshohet urdhër arresti ndërkombëtar. Profesor, skandalet e qeverisë Rama nuk kanë fund. Por di del nga një skandal ose një person i lidhur me krimin që bashkëpunon me qeverinë Rama. Si shpjegohet që zoti Rama vazhdon qeverisjen e tij, sikur s'ka ndodhur asgjë. Të dashur shqiptar, unë e kam përmendur Izraelin shumë herë më përpara. Ka filluar këtu, ka ngritur edhe kishat e tyre. Unë nuk kam gjë me Izraelin, po Izraeli të rri atje ku e ka vendin e tij, nuk ka vend tokën e Shqipërisë, që kam thënë për çdo njeri. Në NATO, unë kam thënë më para, bilem ka e gjysmore që ka dalë lajmi tjetër nga gjeneralët e NATO-s që kanë thënë lufta e tretë do zgjej, se kush të mbroj veten e vet. Po të dalën në fjala e gazetares që më bën pyetje, e shoh Edi Ramën, është bërë qifut, po Edi Rama të dashur shqiptar, çfarë nuk është bërë. Ai ka jetuar dënurat e Francës, me mjekër, pa mjekër, i larë, i pa larë. Me çdo kish ka vajtur. Është bërë katolik, është bërë krishter, është bërë musliman. Çfarë nuk është bërë? Sepse mendovi, të dashur shqiptar, mendovi se do shpëtoj. Tashi me NATO. Unë kam thënë, dashur shqiptar, ai që bën shaka me $1 amerikan, përfundon shumë keq. Sepse mungojnë biliona e biliona dollar ato qinqet që janë me një kokë më. Pra, jo që do dënohet, jo që kryeministri i Izraelit do të dënoj vetë shteti Izraeli për dëmin që i ka sjell për qindra e mira që janë vrarë në Izrael, për miliona që janë vrarë fëmijë të mitur, pa bukë, pa ushqyer në Palestinë e kudo. Pra, lufta e tretë, dashur shqiptar, ka erdhur dhe shumë gati minuta të shpërthej një herë e mirë, por aman do qajnë ata që në kanë sulmuar me qindra vite. Do qajnë Franca edhe englezët. Arritën dhe englezët pa pikë turpi. Për festën e 28 nëntori shqiptar të umblodh, i arrestuan dhe u aprishën. Ja pra cila është e englezët. Që nuk e duan festën e 28 nëndori, po duan ato këpucë që jesual për së prapti në kohën e luftës së dytë botërore. Pra edhe ata që na kanë coptuar të qajnë. Pra, gazetare, Edi Rama është shumë rrezik,
jo vetëm për veten e vet, por për familjen e tij dhe për fëmijët e tij, për arsye se e ka dëmtuar kombin. Unë e kam thënë gjithmonë, dashur shqiptar, Edi Rama ka dy rrugë. Të largohet vetë, të drejtohet drejtje në burg, mund të ketë lehtësira, përndryshe do largohet duke lidhur që të dalin një histori që edhe në qeveria në kryeministria e 46 vjet e bolshevikëve dhe në kryeministria 35 vjetëve që hyn njerëzit me sandale, si Majkua, si Ilir Meta, do me thënë me sandale nga 17 vjet u bën kryeminist, ja pra ku ka arritur. Pra është bërë Berisha, pra shkurtimisht të dashur shqiptar, NATO-a, u kam thënë më përpara, NATO-a e ka sytë e hapur. Por NATO-a nuk është në Shqipëri dashur. Është Amerika vetë, si që kam thënë, lumë shqiptare që do kenë dy në shtetësi, një shqiptare dhe një amerikane që të parët tonë për 300 vjetë më përpara, me fonde me Floririn, e kanë bërë Amerikën dhe e bën për herë të parë presidenti me nën shqiptare George Washingtoni. Po ashtu dhe Bushi e tjerë, pra shqiptarët janë ata që kanë qenë në Amerikë, që kanë patë fuqi dhe shqiptarët kanë përsëri fuqi. Dhe ky personi që shihni ju sot përpara televizorit, të dashur shqiptarë, ne kemi fuqinë. E çfarë themi ne do bëhet? Do shpëtoj Shqipëria, do shpëtoni dashur shqiptarë. Do pini një gotë ujë. Do jeni të qetë me familjen tuaj. Do afroheni me motrën e me nënën. Do afroheni vëlla me vëlla që deri më sot i keni hasmë. Sot në Shqipëri, hasmi mi madh që është brenda në shtëpi, është motra me vëllan. Dhe vëllai me vëllan. E kanë bërë qëllimisht këto dy parti për të shkatëruar familje shqiptare. Kur ti e shkatëron një familje shqiptare, a herësit e këtë fuqi për të ngritur në kemë jo. Ajo se është në gjendë dalë nga dera, se ka sherë brenda më shpinë e vetë. Pra, NATO-a, të dashur shqiptare, generali foli para gjysmorëve i NATO-s, që lufta e tretë është gati, e pashmangshme, si që kam thënë unë, s'ka burr nene, si ta them unë, jo presidenta të vend të mblidhen, po plani është bërë për luftën e tretë botërore. Por aman, Shqipëria, Maqedonia, e Aleksandrit ton, Malizi, e princave, Kosova jon, e princave që ka luftuar me shekull me sërbët, dhe toka jon e djegur e qamërisë do kthehet përsëri te nëna Shqipëri. Rama në luftën e mbijetesës, SPAK në operacionin më të fortë të vitit. Profesor, në këto kushte që ndodhet zoti Rama, ku Shubai është vënë kundër. Pam raportin e Kongresit Amerikan. Çfarë opsione ka zoti Rama për të dalë nga situata sipas jush? Dashur shqiptar, u bë bajate, sepse në Shqipëri gazetarët të quajtur analistë janë emëruar për 32 vjet, do me kam fjalën që kur e ka marrë Berisha. Ata deri dje kanë qenë bashkëpunëtorët e sigurimit të Ministrisë të Brendshme. Dhe me 99 ata u veshën me pardesyt e bardhë. Ata janë sot janë shefat e televizorëve, janë gazetarët e televizorëve, janë lajmin që japin për çdo gjë, janë avukat me diploma falso, çfarë nuk janë bërë dhe flasin dhe përçarin çdo ditë. Unë u thash më përpara, dashur shqiptar, para një jave ca, Senati dhe Kongresi doli që s'kishte dalë kurrë për ndonjë shtet tjetër, po doli për kombin ton, për Shqipërinë, doli dhe tha realitetin, të mbarojnë arrestimet. Arrestimet do mbarojnë këto ditë, dashur shqiptar, do mbarojnë me kryetar e SPAK-ut që është sot. Dhe tjetri
që ka dalë që u emrua dje, u caktua, pa marrësi se gazetat sot e kanë nxjerrë se është nipi i një komunisti, po të dashur shqiptar. Më dëgjoni me kujdes. Ne po i përdorëm ata që na kanë shqyer për 46 vjet, na kanë vrarë, na kanë burgosur, na kanë intrenuar. Rinin punonte në prekurull, në për fabrikat gradis, pa para, me buk thatë, për 35 vjetë fëmijët e tyre, e kam fjalën ata që bënin antetat, që vrisin shqiptarët, patriotët, dhe fëmijët e tyre që sot janë spak, ata do përfundojnë arrestime. Ne i dim kush janë, por ata i kemi vënë një karrike aq të nxehtë, sa do arrestojnë të gjithë dhe do djegën fytyrën e tyre. Këtu ka arritur të dashur shqiptar. Këtu ka arritur që shqiptarët ta dinë çfarë është bërë 46 vjet. Çfarë është bërë 35 vjet, që ju nuk e mbesonit që dy partit ishen anti-shqiptare. Që ju nuk e mbesoni që spionazhi sërb bashkëpunëtorë me ato 46 vjet që bënin antetat, që vrisin patriotët, vranë jugun, vranë verin, s'lan njeri pa vrarë, s'lan pa ngatruar Kuksin me Dibrën, me Malsin, me Shkodrën, nuk lan njeri pa vrarë patriotët, dhe fëmijët e tyre në përkampe dhe entrenime dhe sot janë pa buk, janë bërë si matufa, e kanë humbur drejtimin fare dashur shqiptar. Por, si që thash, ne i nxuarmë që të shihni cilit ishin ata që prindrit e tyre, gjyshit e tyre kanë vrarë shqiptarët më 46. Dhe më 35 vjet, ata u vodhë, u ben 7501, që vranë vëllanë me vëllanë, dhe sot dalën në televizor e gazetat që ky që është bërë i ri e pas ka gjyshin, stërgjyshin, kushririn një antetator në kohën e komunizmit. Po është e vërtet. Por me fëmijët e këtyre, ne do të shpjem në vend këto ditë. Që ta dini se që kanë bërë këti kombit edhe vendit tonë të Shqipërisë. Pra, gazetare unë i shoh dhe fytyrat njerësh prapa hekurave, por telefoni ti, telefoni zvenc kryeministres, telefoni Edi Ramës, e mbesovi Edi Rama, i mëngonte vetëm një kapel, e dinte që do beshe mbret, pra flisin hapur, s'kishen as frikë, sepse s'kan karakter, sepse nuk e njohin familjen e tyre, se po t'ishin me karakter, po t'ishin me familje të rregull, nuk do t'u vithin, nuk do t'u vrisnin, nuk do t'u aminin pasurit, nuk do t'u thoshin ish pronarët, por jam pronarët, pra unë do flas më pak, më vonë, punën e pronave. Pra gazetare nuk do ketë burg për këta, do t'i lirojnë të gjithë burgosit e Shqipërisë, që kanë hyrë për një shash, që kanë hyrë për një dritë, që kanë hyrë që kanë vjedhur, kanë marrë buk të hanë, që s'kanë buk, kanë hyrë në burg sepse kanë hapur një pusë të pinë një ujë që s'ka ujë, se blen dot ujin, kanë hyrë në burg sepse kanë mbjell një domate, kanë hyrë në burg sepse kanë patur, do me thënë, disa zoga, disa gjëra të vogla, edhe nuk i kanë lënë, pra këta atë që i kanë bërë Shqipërisë për 35 vjet, nuk e kanë bërë armiq ton shekullor. Armiq ton në vranë, aman, nuk u përkulm. Ja ku jemi. Kurse, të dashur shqiptar, ku do që më dëgjoni, që jeni në përshpi, në për kafene, u kanë hypur në qafë rrugatshëria. U kanë hypur me qafë ata që ndrojnë gratë njeri me tjetrin. Ja ky llumë është në tokën e Shqipërisë, që në nxivi këto ditë derisa të përfundojmë arrestime. Unë kam thënë, atë ditë që ne lëvizim në zyrat e reja, ne nuk kemi hekura me ato mbeturinat do ngelen, po kemi litar, do t'i heqëm zvarë deri në Skënderbeu. Edhe atje do t'u alemi juve
të gjukoni për atë që u kanë bërë. Ju e dini vetë qa u kanë bërë. U kanë darë nga fëmija. U kanë darë nga gratë se s'kini shtëpi të jetoni. Vini më shpi, edhe atë 1 lek që e kini, vini e pini një kafe dhe kur vini më shpi, nuk shpini buk më shpi. Në atë gjendje keni arritur. Duke pirë duhan e raki, sepse keni problem. Jo, e pini se u do qefi. Po ngriuni, lëvistin për vendit. Lëvistin për vendit që erdi koha e juaj. 21 janari Pamir Topi deri nga Spaku. Dëshmova atë që unë di. Profesor, tani që Zoti Topi ka dhënë dëshminë e tij në Spak për 21 janarin, mendoni ju se hetimi ndaj Zotit Berisha do të hesi meritme më të shpejta? Të dashur shqiptar, unë ju kam thënë që të dyja partit nuk do venë në burg, sepse kanë bërë pallate apo kam jetë para. Parat nuk kanë këmbë, këtu i keni, do t'u japëm juve. Pallatet që kanë bërë këtu i keni, do t'i mirë ju gradis. Po këta dashur shqiptar, çfarë s'u bën? U a bën piramida, t'u a marrë dhe atë lek që kishit, hapnin thesin e thoshin, e dim sa ke, 5.000 hidhi, të besojmë. Sepse ishen falso parat që u a ipnin. U dhanë një muaj sa t'i mblithin të gjitha, sa arritën njerëzit po vrisin e veten. Për asaj, piramidës erdhin në theshtat. 5.000 veta u vranë, shqiptare me shqiptar vriste njëri tjetri. Kështu e donin sërbët, kështu e donin grekët, kështu e donin shqipfolësit. Po nuk u ngopën me 97. Filluan dhe i dhanë naftën sërbë, i dhanë ushqim për tanke, për avionet, për të vrarë shqiptarët, si që i vranë me 99, që nga Kosova kërhina jonë, deri në Tropoj, e deri në Tiranë të dashur shqiptar, në përdëbor, fëmijët, me qerre, ecinin të njëjtën, si që ndodhi në kohën e Greqisëve në 44 me qamrit tonë, që nga qamëria deri në Ullisht e Vlorë, duke vrarë me bajanet, duke vrarë shtatzanet, duke nxjerrë fëmijët. Prapë su ngopën me atë. Nuk u ngopën. Në 88. Nuk u ngopën. E hodhë bombën në Gërdec. Një farë, Fatmiri, një rrugaq. E hodhë bombën, vrau fëmijët. A i fshati atje s'kishe buk të hante. Fëmijë zbathur, mbanin armatimet më kurris. Le të vriqim, puna madhe. Sepse shqiptarët janë slev, kurse shqipfolësit që kanë vrarë, u dërmbuan, e hodhë bombën, si atomik. U hodhë. Kërësiset telefoni, njërës e tyre. Prapë su ngopën edhe me atë. Nuk u ngopën me fëmijë, që nënë e shkret vjetë dhe Tiranë çdo ditë, edhe nuk ka marrë një drejtësi, sepse Kelepeja, edhe ajo, ligji që është gjykata e kushtetutës janë tallur, por u erdhi fundi. Prapë su ngopën. E bërë 21 janarin. E pa parë një histori, para kryeministrisë, asaj kryeministrie që ka vrarë 26 vjet patriotët, në atë kryeministri kur beshin planet e burgosërve, ku beshin planet e kampeve të intrenimit, ku beshin planet për leminuar njëri tjetrin, në atë kryeministri, në atë kryeministri nga Taraca, nga zyrat e tyre, gjuanin sikur vrisnin armik ton shekullor. Vranë 4 veta, që ishen pa buk, ikën nga dynja, nuk ishen as ujë në stomak, as ushqim në stomak, erdhë e mendonin për një ditë të mirë, i vranë, plagosën dhe të tjerë, prapë nuk u ngopën, po dual po atë natë, kryeministri, me gjithë ministrat, që ne do vrisim edhe më tepër,
janë tepër rekord, janë në foto, do vrisim edhe më tepër. Si shëngjeq ata që vranë. Edhe kanë dhe në heshti. Gjoja i prishë në kompjura, po jo dashur shqiptar. Unë kam thënë edhe Ingilterë, shëgohe, janë të tëra të incizuara, do habitin në gjyq kur të dëgjoni si i pen lajmet, qëlloni filan. Pra, e shoh, ish presidenti, edhe ky është i emëruar. E muar edhe këte nga rruga e Tiranës, e bën deputet, e bën kryetar i deputetve të PD-s, e zgjua dhe me njerë një zeri president, si ky zgjedh e Mujsiu, si ky janë zgjedh të tërë. Pra, ishte në SPAK, është e dyta herë që ka vajtur dashur shqiptari, jo e para herë. E tha atë fjalën, pavarësisht se ka shkruar edhe i libër, edhe në libër e thonë, se menduan që nuk do bësh asgjë. Pra dashur shqiptar, 21 janari do arrestojnë shumë. E kam fjalën daq për Berishën, daq për Edi Ramën, nuk vjen për parat, do vjen për këto demet që u kanë kryer ju, 7501, që e kanë nxjerrë kushtetutën nga serbët. Pra, ky ishte prap sot, nuk kthevja asim përgjigje, s'është nevoja të kthente, ajo vetë kuptohet, këta tashi spionojnë njëri tjetrin. Unë nuk e kam thënë kot dashur shqiptar, burgu që është bërë afër Shkodrës është shumë i madh. Balkoni është lart për ata që se do vënë në Amerikë disa kokat që të quajtur koka, kurse të tjerë do t'i shihni në burg, do jenë kemrët, do t'i shgoni ju shqiptar të dashur kur të rrihen këta njëri me tjetrin. Të rrihen njëri me tjetrin, që që ke bërë ti e që kam bërë unë ty. Ti këshe vjetë më shumë, e unë këshe vjetë më pak. Do t'i shini me sy tuaj këta që keni patur t'i quajtur udhëz, të ose janë udhëz. Janë mizat e kalit që rrinë dën bishtin. Këta janë. Pra, gazetare, 21 janari, si që thash më parë dhe gjitha, këta do arrestojnë 3%, nuk kam thënë kot. Profesor, a keni diçka për të shtuar? Po, unë kam mjaft për të thënë, qofse kam mundësi, mund të vesh, unë po i drejtohem edhe një herë gjykatës, më dëgjoni me kujdes gjykata e Kushtetutës. Shqiptarët kanë një javë që u presën juve. Për të thënë fjalën, jo fjalën e vërtet, po për të thënë atë fjalë që po e mbani, e keni mbajtur a letër një javë, që keni mbajtur zëvendës kryeministrin e të tjerë të mos arrestohen. Që të gjithë njiheni, të gjithë keni dosje të dashur shqiptar. Keni dosje që nga kryesorja, me që sa ajo zonja ka ikur e mezit, është dërruar me një zotni. Por, po të lani pak i gjunaje që keni shumë dosje, të ullni pak dosjen, nesër ju duhet të dilni para shqiptarve, të kërkoni falje, dhe të thoni shqiptarve drejtje në sytë. Ne, gjykata e Kushtetutës, nuk ka me imunitet. Zero imunitet, se imuniteti është që ka 2 vjetë. Po ju duhet deklaroni, ashtu si i keni fshirë pazaret me Berishën e me Edi Ramën, ashtu si i keni ndaluar ish ministrja e jashtme Gjaçka, që ka vjedhur gjithë Bregdetin, anulluat ju. Pra, dilni para shqiptarve nesër, shqiptarët presën, unë nuk kam lajmëruar shumë herë dhe prapë po nxora sot, dhe nëse ju nesër nuk thoni sepse tini të mirë, ju e një gjykata e Kushtetutës, një gjyktar më tërë botën, po i Raçekanit, ai nuk kthehet prapë.
prap gjykata ka thënë që ajo s'ka të drejtë të vejë në zyrët, pra arsye se do arrestoshe në atë minutë. Për ndryshe, ne do të anxjerrëm fytyrat, jo kaq të vogla. Do të anxjerrëm ku i keni parat, si i keni vjedhur parat, ku i keni vilat, ku i keni uzmeqarët që i mbani më shtëpi, si shëtisni në për hotelet e në për restorantat luksoze, si u shpjen me makinë me xhame të zinj, do dilni një nga një. Për dëmi që ki bërë komi. Po si që thash, është fotografia e fundit i po anxherë, nëse ju do dini nesër dhe do thoni realitetin që gjykata ka të drejtë, por ju duhet thoni fjalën e fundit, që nuk ka imunitet nok e ndok e Sali e Edi Rama. Sepse ju e dini fare mirë se 140 që të quajtur deputet të ebruar, 120 deputet janë anti-shqiptarë. Të gjithë janë të emëruar. Të gjithë kanë bërë pazare, kanë vila. Pra, mos u gatroni, mbaje foton. Të dashur shqiptarë, kur ne kemi bërë partin, s'kishëm rrugë dalje, do të vimim emri parti, por kjo është shpresa e kombit. Ne kemi bërë me gjykat të dashur shqiptar, e firmosur nga mua, të dashur shqiptar, është firmosur që më datën 20/9/01. Ka 50 e një pika. Pike parë të dashur bashkëdhetar shqiptar, nuk po e lexojnë të tërë, se do kohë. Pike parë është Bashkimi i Shqipërisë me kufi natyrore. Është vendosur. Pika e dytë, dashur bashkëdhetar, Partia Shpresa Demokrate garanton bashkimin e Shqipërisë me kufi natyror. Do me thënë e para. Por pika e parë do të thotë që është Partia Demokrate e njëjta si Partia Republikane e Amerikës. E njëjta. Do me thënë, është s'ka me kuvete me haj, me lartër. Pra, pika, si që thash, e dyta është Bashkimi i Shqipërisë. Dhe pike tretë është Partia Shpresa e Kombit garanton shqiptarët të jenë të lirë në çdo vend të botës e do kenë në shtetësi amerikane. Pika e katërt, të dashur shqiptar, është ka shumë rëndësi. Partia Shpresa Demokrate garanton votuesin. Do të thotë, për shembull, lezem një qytet, Shkodër. Do jenë 80 deputet dhe 41 senator. Deputetit dashur shqiptar do dali pe ati lagjes, pe ati fshati, pe ati qyteti, që i njohin shqiptarët. Mund të dalën 10, por e para herë që do dali dosjen e tij personale. Do të thotë, jo dosja e zonjës ti që ose është i martuar, o i fëmijëve se që kanë bërë ata s'ka rëndësi fare, si në Amerikë, dosja personale do të thotë çfarë shkolle ka, çfarë ka bërë ai këto vite për familjen e vet, çfarë ka bërë për lagjen e tij, çfarë ka bërë për qytetin e tij, edhe më në fund, çfarë ka bërë për kombin e vet. Kjo është dashur bashkëdhetar, ai votues që do dali dhe do dalën shqiptarët të gëzuar për 82 vjet që shqiptarët nuk kanë votuar asnjëherë dashur shqiptar, po kanë qenë të urdhëruar për 46 vjet në regjimin komunist, ishte një kuti e kuqe dhe një e zezë, edhe hitni atje. Për 35 vjet vota juaj nuk është parë dashur shqiptar.
Tani do dali, do shihni votën tuaj të lirë, të votoni për atë që ju e besoni. Po nëse një fiton, dhe unë mashtron ju të dashur shqiptar, brenda muajt si në Amerikë, a i largohet si deputet dhe zgjidhet tjetri automatikisht, me votat të lirë. Deputetët do t'jenë çdo lloj kategori shkollë të ketë, sa aftësi ka. Kurse senatorët dashur shqiptarë duhet t'jenë ekonomist dhe jurist. Pika që është me rëndësi tjetra të dashur shqiptar, është puna e pensionit. Një shtet të dashur shqiptar, si që thash janë 52 pika, unë po lexoj shkurtimisht, tre shtyllat kryesore e mbajnë një shtet fuqi. E para është policia që mbron kombin. Pa polici bëhet rrëmuj, nuk ka drejtësi. E dyta është arsimi. Pa arsim nuk ka më shtet, nuk ka më kulturë, si që kanë zhdukur tani. Dhe e treta dashur shqiptar është pensioni. Kanë punuar 3 jetën e tyre. Kanë punuar, Shqipëria ka qenë kooperativë dhe ferma. Për shembull në Tiranë, kanë zbritur, janë bërë milion, Tirana s'kishte fare popullsi. Kishte vetëm ata komunistët që vinin këtu, kohën e Enverit, kanë erdhur nga të 4 anë të Shqipërisë për të parë një ditë më të mirë. Pensioni i tyre është $80, që kanë punuar për kooperativa e ferma. Si mund të jetosh në Tiranë, në pallatin e 4, në hyrin e 4, në të dytin o të parin, si mund të jetosh me $80, që çmimet ta i kanë bërë si pas qefit, e merë, e blej $1 të zemë, qumshin e shet 20. 1/20. Ashtu i kanë bërë dhe rrogët dashur shqiptar. Një pensionist merë $80, një rrugaç, një hajdut që ka vjedhur shqiptarët në parlament që quhet deputet, merë 74 herë më tepër, shumë zojnë $80 me 74 sa del. $5.800, $6.000. Ata marrën më tepër. E pa parë në histori, në Amerikë është 1/2 të dashur shqiptar, me presidentin e Amerikës. Ashtu dhe me parlamentin, me senatin, o me deputetet e Amerikës Kongresit. Pra, pensionisti do filloj të paktën me $600, me 600 e kemi bërë në vitin 2001 të dashur shqiptar. Në 2001 e kemi bërë $600 dhe çdo vit duhet kaloj 10%. Policia dashur shqiptar që ka punuar si slevë, që sot janë se kush i ka kapucët dhe grisura, me një emër tjetër, ku t'i jenë më lirë, si që kam thënë gjithmonë i kemi marrë fotografit dhe i kemi, as njeri nuk i ka kapucë të rregull. As njeri se ka gjaketën të rregull, po e ka blerë e ka qepur privat. Edhe kapelat si kanë të rregull. Sepse të quajtur shefat e tyre ata me 2 yje, me 3 yje dhe me 4, ata u kanë vjedhur. Ahere, policia, rroga me ultë do tjetë, që kemi bërë, pra po e përsërit, më 2001, është $1.200 më 2 javë. Policia, përveç parat që japën tjerë për fëmijët, për t'i çuar në shkollë, rendi, ajo, si i thonë, qiraja do t'jetë me lirë, por dhe të shumta të raste do t'japën hyrje gratis, pavarësisht se tani në kur bim qeverinë, çdo polic do ketë shtëpinë gratis. Se ka sa duash vilat e serbëve, të grekëve, të francezëve, të englezëve, të bullgarëve, të rumunëve, që janë këtu, do t'jenë të këtyre. Arsimi dashur. Arsimi që është kyçi. Pa arsim s'ke asgjë.
pa kulturë s'ke asgjë. A i shini dashur shqiptar, janë 10.000 avokatë, quajtur avokat, me diploma falsë. Gjyqtar me diploma falsë. Ja këta zotin që kemi këtu afër në krahun e djathtë. Të shumtit janë pa diploma. Pra, arsimi do të marrë të paktën $1.200 mësuesja e shkollës poshnjore. Sipas gradës, sipas eksperimentet që kanë, do arrit deri më $3.000 në muaj. Pra dashur shqiptar, programi këtu është i mrekullueshëm. Mund të flas edhe 2 minuta për çështjen e feve. Feja do të jetë më vete. Ashtu edhe shteti. Shteti sa ka mundësi do t'i ndihmojë fet. Nëse ka mundësi, mund t'i ndihmojë për të ngritur një kishë, një xhami. Por si priftin, po e them në fjalë popullore, si priftin edhe hoxhën do t'e paguaj inshurancën e tij. Do t'ja paguaj inshurancën dhe do të ndihmoj me aq mundësi sa ka. Por e filloj me kishat. Gjithë kishat që dojen në Shqipëri, katolik o krishterë, priftint të vishen me atë veshje që ka patur zakon shqiptarët. Brenda në kishë, ti falen Zotit, ti falen Krishtit. Jo të bim politikën e katolizmit të Vatikanit, apo të bim politikën e krishterëve dhe të ortodoksëve të sërbëve, të Beogradit, të Rusisë. Për ndryshe ajo kishë, flamuri para kishës do jetë flamuri shqiptar, i mbërtherë me flamur amerikan. Brenda le të ketë pikturat e veta, daq Krishtin, daq këtë doj, daq muslimanët që e kanë me lule me këto gjëra. Do kthejmë dhe muslimanët dashur shqiptar. Ne jemi musliman. Ne muslimanët janë me kapel të bardhë, të veshur, të udisur, të rregull, të pastër. Dofta fukarej, kemi qenë me arne, po të jenë të pastër. Por aman, jo me fustan. Se s'ka patur racajon fustan. Nuk do ekzistoj hoxh me fustan në tokën e Shqiponjave. Aman, do t'jetë ky flamur. Jo flamuri me hen, ne nuk jemi turk dhe dashur shqiptar. Ne jemi musliman. Edhe hoxhallar duhet ta dinë që sot tu thonë, do me thënë, të lexojnë në gjuhën shqipe. Ta di i ri dhe i madh çfarë thot. Të lutemi Zotit, po jo në gjuhën turke o harabe, nuk kemi harap ne. Nuk kemi as turk. Historia e turkut e dim fare mirë, çka kemi hequr për 400 vjet më parë. Por Turqia do na ndihmoj. Okej, jemi gati. Por jo të futi hundët punët e brendshme të fesë tonë. Pra çdo gjë do të jetë në gjuhën shqipe. Edhe në kishë në gjuhën shqipe. Priftin dikur vishin me i plaç e i thoshin urat. Unë i kam thënë urat. Pra, për ne shqiptarët, ne kemi një racë, një fe. Feja jonë është ky, pamarësisht se jemi 3, musliman, katolik, ortodoks. Por ne jemi të bashkuar, pamarësisht se ne kanë shkëputur deri tani. Pra, të dashur shqiptar, erdhi koha e juaj, erdhi koha e shqiptarëve, shkruani çfarë të doni si ta keni dëshirën. Unë kam zemrën e madhe, i di çfarë shkruani, i di kush bën me pseudonim, ne, si që kemi thënë, ne di me ngjilper ku hidhet, jo disa rrugaç që shkruajnë, disa radist, disa të quajtur avokat, disa të quajtur profesora,
disa të quajtur analista, gazetar, ne i dim të gjitha. Aman, u erdhi fundi. Litari ish vështjell, si që thash, sa të mbarojmë arestimet me ballukut e me nakat e me dokat. Të gjithë këta që kanë dëmtuar Shqipërinë, që kanë bërë propagandë kundra shqiptarëve, pa marrësi se gjoja i shajnë grek, po janë grek, i kemi me dokumenta, i kemi me fytyra, që shkojnë në Greqi, vinë e vinë, e su bëjnë asgjë. Kurse një gazetar e bëjnë non grada. Kurse këta e shajnë, e shajnë e mënenën. Qas bëjnë? Shajnë Berishën e mënenën, Edi Ramën, Grekun, dhe më në fund janë pra bashkë. Pra dashur shqiptar, erdhi koha juaj, nesër do t'jetë një dritë me diell, fillojnë arestimet dhe përfundojnë nga Dumani. Ai djali i ri do përfundoj shumë gjëra që janë me mira e me mira, si që thash, është djali i ri, pra ai është 100% çfarë thot Amerika, që Amerika nuk thot keq. Amerika thot kriminalin shpjerë në burg, hajdutin shpjerë në burg, vrasin që u ka vrarë shqiptarët shpjerë atje ku e ka vendin. Ligji është ky ligj. Ky do t'jetë ligji që ka Amerika, që ne e kemi bërë gati. Dashur shqiptar, dashur na uroni, dashur si ta keni qefin, ne shumë shpejt shkojmë në zyrat e reja, dhe unë përsëri sot fola tamam si misioner dhe si kryeministër i qeverisë teknike. Qeveria teknike do rritë për të 2 muaj o 3 muaj, qëllimisht që të hapi votimet të lira, që s'ka ndodhur në historinë e Shqipërisë donjëherë, të bëhen votime, të bëhen për senator, të bëhen për deputet, të zgjidhet çdo gjë dhe të drejtohet shqiptarëve që të bëhet me president. Po atë ditë që do bëhen zgjedhje për deputet, për senator dhe për president, e do të ketë vetëm 13 ministra, do me sekretar të quhen si në Amerikë, do ketë 3 drejtori, si që thash, e policisë, FBI-s shqiptare dhe inteligjencës shqiptare. Pra të dashur shqiptar, e janë ju të rinj që doni të hyni në inteligjencën, e janë ju të rinj që doni të bëni të FBI-s shqiptare, e janë që ju do të bëni polica, ne nuk do t'i heqen polica, po të paktën mjaft do hiqen gati 20% të shefave të tyre do hiqen dhe do japin llogari para jush. Për arsye se u kanë vjedhur, u kanë coptuar, edhe u kanë goditur me shumë drejtime, ata, jo policat e thjeshtë. Natë e mirë, dashur shqiptar, miru pafshim nesër, si që thash, do e një dritë, edhe po them herën e fundit dhe këtyre po u drejtohem, me gisht po u drejtohem të gjithve, e kam përpara syve të mire, që nga i pari dhe deri në zonja e fundit, mblidheni nesër, demin që i keni krijuar kombit shqiptar, o rrogën që i keni marrë qyll, shfrytëzojeni nesër, dhe nesër duhet të thoni para shqiptarëve që nuk ka me imunitet as njeri, të gjithë duhet të arestohen. Nëse ju do gaboni nesër, po e them pa frikë, pa ndojtje, ju do të shkoni të parit në burg. Ju, të gjykatës të kushtetues dhe të KLP-s, që i keni ndaluar deri më sot. Lejoni të vënë drejtje në burg këta që u kanë coptuar ju e të gjithë shqiptarë. Natë e mirë, dashur shqiptar, miru pafshim nesër. Falenderoj profesor, të dashur miq, shihni transmetimin e radhës. Faleminderit.